mundsohet nga Pro Natyra e Medi, blerje të mbara Shqipëri, Dimal, pasion dhe shije. Ja, babush, bëu gati, se vajti vonë. Merre këtë snekun ta hash në shkollë. Jo, nuk e dua, mua më pëlqejnë ato me letra të kuqe. E kam blerë te Pro Natyra e Medi, supermarket nish, ka vetëm produkte italiane. Nuk e dua. Po ti provoj një mërtri? Është më e mira nga Italia. Kek me çokoladë edhe me qumësht. Trimat prandaj janë, se provoj gjëra të reja. Pëlqen nga super. Pro Natyra e Medi, blerje të mbara Shqipëri. Dimal sjell për ju prosciutto deri dhe prosciutto pule të mosur. Krijuar me pasion dhe ndar me dashuri. Dimal, pasion dhe shije. Përshëndetje dhe mirë se vini në Mes Dritë. Ja ku takohemi dhe sot së bashku në Mes Dritës me energjinë më të mirë të mundshme për t'ju thënë të gjithëve mirëmëngjes. Urojmë shumë që ky të jetë një mëngjes i mbar për gjithë ju që jeni shikuesit tan më besnik, e nisni ditën me mua Suriani, Floresën dhe gjithë ekipin e Mes Dritës dhe e kemi thënë dhe stërthon, por në fakt kjo është gjëja më çmuar që mund kemi nga ju, vëmendja juaj. Edhe sot qofshim të dej për gjithçka që ju na jepni me këtë vëmendje. Unë dhe Suriani, por dhe Florenca, ndoshta në ditën e premte mundohemi ta sjellim festën përpara kohës se po shkojmë drejt fundjavës. Dhe fundjava është një festë. Mirëmëngjes Suriani. Në vetë. Alba, mirëmëngjes Shqipëri, mirëmëngjes gjithë ju që po na ndiqni dhe televizorin keni vendosur ta mbani tek Vision Plus. Në fakt kam kuptuar statistikisht me numra që të hënën dhe të premten vëmendja është e shtuar dhe gjithë shqiptarët televizorin e kanë te Visioni. Pse do thoni ju, Leoni Gjari kujtoj që sonte në orën 21 kemi Prime-in e radhës Ferma VIP në këtë edicion të tretë. Duket sikur çdo prodhim televiziv është një pjesë një puzzle të plot që praktikisht dërton një logo televizive. Secili nga ne jep kontributin e vet në forma të ndryshme. Brikena me Florin përmes live dhe mëngjes ju informojnë. Unë, Alma dhe Florenca dhe gjithë ekipi Mes Dritës mundohemi patjetër t'ju informojmë sepse prandaj bëjmë gazetari, por edhe t'ju zbavisim. Pastaj kemi më vonë Brunën e cila na njeh me një dimension tjetër kryesisht të personazheve publik apo personazheve që janë të dashur nga shqiptarët. Dhe pastaj për t'vjuar me gjithë linjën e programacionit, apo apo ekonomi kur është monda lajthia, pra praktikisht secili nga ne jep kontributin e vet. Por duket sikur të gjithë e gjejnë veten, edhe pse mund të kenë shetë ndryshme në një reality show. Kështu që Leonit ju them, sonte në ndërtimin e Arbana Osmanit, shohim se çka kanë bërë këta fermerët tanë që në fakt më shumë ngjan me diçka tjetër se sa fermer, sepse vetëm me llafe po merren së fundit në qoftë se e keni parë. Mirë, tani ne si i riktojmë duke gatuar. Presim të zonjën e shtëpisë, ato zonjën që flet përmes receptave të saj. Mirëmëngjes. Vdes për këtë muzikën e Mes Dritës, më vjen të kërcej, edhe më pëlqen jashmase. Jemi me ngjyra sot. Mirëmëngjes, jemi me ngjyra sot. Kemi këtë banane Bahamas. Po jo, mos e daj me banane Bahamas, po çfarë është? Ai, ky qelli blu, gati për shi. Fjallësia detit jonë. Dhe kemi pranverë pastaj. Po, pranverë, unë jam gjithmonë pranverë. Sidomos kur më shoqëron kjo muzika Mes Dritës, nuk e di domethënë, është dhe e premte, edhe e fest. Edhe nis festa. Faleminderit shumë që na jep humor edhe në ditë kjo sot që dhe jo të ta them Florenca, Alma s'ja thash pak më herë, po ja them dhe publikut, jam me 2 orë gjysmë gjumë. E pra, dëgjova pak më kapi vesh. Ikim duke kërcyer se ka kërcyer për gjithë në mbrëm.
Po. E sigurt? Por jo nga halli, falsa. Jo nga halli, nga qefi, nuk e priftit kërtesh nga belaja. Ja, ju sjell në mëngjes pak gazetari bio. Pa e menduar, pa gjë siç na vin origjinal. Pa filtra, vërtet. E dini për këtë gjuan këtë batutën. E keni parasysh besoj. Është ferma vit sot, Ermal Mama, që ajo karrige është e bukur. E dini ju, Florenca ka synimin e qartë sezonin e ardhshëm. Mirë, Florenca më duket pas kemi ëmbëlsirë. Po, kemi ëmbëlsirë sot. Kemi 3 leçe, do me thënë ëmbëlsirë me 3 lloj qumshe. Vërtet kemi 3 leçe sot? Dhe gjithë të ashti? Po, sigurisht. Namit bëhet. Tjetër nami le të bëhet. Le të shëndoshemi, pa tjetër. Ha 3 leçën dhe merr makinën dhe ik prap. Podgoric. Prap në Podgoric. Më dëgjo pak. Te kjo ena këtu do e bësh? Te kjo tava? Është e vogële? Te kjo tava. Jo, s'është e vogël, se e pas ka luar dhe me gjallë. Prit dal këtë nga ana tjetër. E ka luar dhe me gjallë. Okej, e vogël është me thënë të drejtë. E vogël është, po. Këtë pjesë këtu e dua unë, mirë. E di pse bëra, se kemi dhe tavë më të madhe, po thash të fryet pak, se nuk dua të bëhet kështu petashuqe. Se si do ta bësh e di veti. Po unë këtu e zuri tokën edhe. E zuri tokën edhe. Njëri që ka shtuar shumë hapin në zonjën e territorit ushqimor në këtë vend. Po, dje angri gjysmën e picës. E picës? Po. Shiko se... është e vërtet kështë ndodhi. Më zinami se sa syri. Shiko, unë dhe Florenca, Syrian, kur Florenca e zgjodhi këtë recet, se nuk e zgjodha unë asë në mënyre, dhe shkuam dhe bëm pazarin, se kemi bërë pazarin bashkë tek Pronatura. Haj, dje, morave. Nga 3 lloj qumshtërash, vajtë morëm 4, dhe nuk po dinim se të vendosim emrin. 4 leçe. Po, të kemi thënë edhe ne. Do bëjmë një 4 leçe, më duket me 3 leçe. Kështu që është një krim i Florenca Reqis. Dini të gjithë. Thjesht atë panën që e hedhim në sipërfaqe, do shtoj pak edhe pana tek qumshi, kaq asnjë gjë. Po, asnjë gjë, po sekrete, po deshe t'i zbulojmë rrugës, se me si po artikuloj. Po je lodhur në fakt gjithë atë rrugë që ke bërë. Ka kërcyer shumë. Un do stres, ja ke parë video Maria. Ja ke parë video që ka kërcyer? Jo, se kam parë. TikTok i ke. Si kam parë. Po, i kam postuar. Futem pak aty 10 minuta, kontrolloj pastaj atë opsionin që sa kam dëjtur në telefon. Edhe kur... Po si se kontrolloj unë, nuk luaj mënd. Po një orë gjysmë kaq. TikTok? Jo në TikTok, në telefon. Shumë mirë, shumë mirë. Është orari shplodhjes, është drejta imja. Do të thënë njeriu, organizmi në kohë që jetojmë ka nevojë dhe për atë dopaminën që të vjen përmes shpletimit në rrjetet sociale. 2 orë gjysmë, çfarë pas kam bërë Lena në Florenca Show, ç'është kjo 2 orë gjysmë? Gruaja në telefon. Florenca, në jetën që bëjmë sot, edhe 2 orë gjysmë, 2 orë gjysmë nuk janë shumë. Po prapë shumë duket për mua. Bëjnë një gjë tjetër më të dobishme që më sjell në përfundim. Se po tregojmë mund dalë atë kap dhimbje kokës. Këtë isha duke menduar, thash po të hapim telefonin tani dhe të shohim sa kemi shndruar. Florenca na la pa 3 leçe sot. 6 deri në shtator është normaliteti. Skandal. Ku? Tërish 6 orë në telefon? 6 deri në shtator, megjithatë që rrim kot, kurim tu tek divan, edhe fillojmë që ndrojmë kështu kot të shohim telefonin, edhe ajo quan, nuk të fal sekond. Ti regjistron. Publiki dashur. 6, më fal edhe një moment Syrian, 6 deri në shtator. Ne, po ata që qëndrojnë gjithë ditën në shtëpi, na shohin edhe ju mbajnë telefon gjithkohë, kështu që po shoh faj, unë nuk u vëmej. E dashur Alma, mos e vish më këtë ngjyrën banane. Se? Të nxjerr yll e para punës, po të nxjerr ka dhe të vërtetat. Po s'ka gjë. Mos e doj. Ne për të vërtetat jetojmë. Edhe publiku e di këtë që ne themi vetëm të vërtetat, po janë të vërtetat që s'kemi pse t'i dajmë. Është momenti të prezantojmë recetën e 3 leçes apo 4 leçe, sepse me sa duket kanë bërë një modifikim në recetë Alma me Florencën, me ndihmën e regjisë shfaqim grafikën, dhe i tregojmë publikut se si realizohet kjo ëmbëlsirë që në fakt edhe të huajt mendojnë që është e jona, por nuk është as pak e jona. Për hir të vërtetës, lejoni t'ju jap vetëm një detaj të vogël, që kjo ëmbëlsirë nuk vjen as nga Italia, vjen nga Amerika Latine, pavarësisht se pastaj Evropa dhe sidomos Shqipëria e përvetsoi dhe tani më e ka pjesë të ofertës turistike dhe turistët e duan shumë mirë. Shfaqim grafikën dhe tregojmë se çfarë na duhet, 3 leçe. Madje jo me 2 c, po me ç. Ne shqiptar shuve. E kemi bërë tonë, prandaj thash, 3 leçe. Dhe për ta përgatitur na duhen 6 vezë, 120 gram sheqer pluhur, 140 gram miell, 2 pako sheqer vaniljeje, 6 gram fryrës,
Për shurupin, na duhen 500 gram qumësht, 350 gram qumësht i kondensuar, 300 gram mililitër, pra qumësht i skremuar, ndërsa për kremin na duhen 200 gram pana, 200 gram sheqer pluhur, ndërsa për karamelin shumë e gjashtë nga recet, 50 gram sheqer, 100 ml pana dhe 10 gram gjallë. Për në fakt e dija, sepse ime më ka thënë që për të bërë trileçe është duhen shumë vezë dhe përbërës. Kur ka shumë përbërës, unë them ta ndajmë leximin me Florencën. Si thua? Se ishin shumë përbërës. Shumë ishin, shumë. Ta na humbën në rreshta, s'ka gjë se lexon vetë. Shumë unë dhe me 4 sy ndërkohë. Nuk janë shumë, por nga që janë të ndara në procese. Po, se pama aty për shembull, pana, pra duhet në 3 procese të ndryshme, apo veza, apo qumshti. Qumshti dhe përgatitja e pastës, se ky është ajo ndarja fermentare. Po, përgatitja e pandispanjes është e para, sepse në momentin që bëjmë pjekim pandispanjen, përgatisi masën e qumshin, që nuk është në të pastroj pak duar, që nuk është në një vështirësi, përzijem qumshat, i rajnë pak me mikser, që të bëhen një trajt të gjitha bashk, dhe ndërkohë nxjerrim nga fura pandispanjen, e cila piqet shumë shpejt. E të shpojmë me një shkop, dhe e lëm pak të pushoj, dhe ndërkohë hedhim avash qumshin dhe vazhdojnë proceset e tjera. Vazhdojnë rrahja e panës, që do mbuloj sipërfaqen, pastaj kremi karamelin, që cilin unë e kam përgatitur. Mirë, Florenca, ndërkohë që ti po kujdesesh që ti lash duart mirë dhe të vjoj me procesin, si thoni që ti zbulojmë publikut se ku e kemi bërë pazarin, çfarë blem, sa shpejt i blem, edhe sa produkte duhen për të përgatitur një trileçe, sepse kushdo që përgatitet ëmbëlsira e di mjaft mirë që trileçe është e delikate në përgatitje, nuk është një ëmbëlsirë shumë e thjeshtë, nuk është një revani zakon, nuk është ajo as hasudje që ne bëjmë ndonjëherë në tigan, por është një recetë që ka nevojë për një teknikë dhe ka nevojë për disa përbërës. Dhe meraku i zonjave kryesisht është sa para më duhen për ta bërë një trileçe. Por natyra ka çmime jashtëzakonisht mira dhe për fat të mirë të gjitha produktet në një vend. Mirë, bukur. Prezantojmë këtë super pazar të bërë nga zonja Florenca dhe Alma dhe kuptojmë se çfarë na duhet nëse një ditë zgjohemi me dëshirën për të gatuar dhe përgatitur trileçe. 2 peshore te Pronatyra. Më në fund jemi të dyja çfarë dëshire madhe për të punuar me këtë vajzë të mrekullueshme. Shumë kënaqësi për mua këtë gjithmonë. Edhe për mua është privilegj. Jam e fat. Jam punët e Zotit. Sa dashuri. E dini çfarë bëjnë 2 peshore tek Pronatyra, përveç se blejnë gjërat më të mira, shohin pak edhe paketimi se kanë estetikën e fortë dhe harxojnë shumë para. Shumë para. Po. Dhe ne për të harxuar para Jemi të parat. Ikim, të shohim se çfarë do marrim sot bashk. Po. E di pse? Jemi sot këtu, se ne ditën e premte do gatuajmë trileçe. Do na ëmbëlsosh? Do të na syrianin më shumë. Të dyve, por syrianin do ta mësojmë se ai nuk do ëmbëlsirat, por do ta mësojmë të konsumojmë me gramatur pak sheqer. Pak sheqer. Ne japim trileçën dhe i themi nuk ka sheqer. Jo. Fare. Hajde shkojmë të gjejmë produktet almedashur. Se ti e ke Pronatyrën te Deliorgji në plumb të dorës, e di mjaft mirë se ku janë të gjitha produktet. Unë do ta kem shumë të lehtë me ty. Do të marrim në fillim të gjithë llojet e qumshtave që na duhen për të bërë atë dhe pastaj në fund do marrim pjesën e ndërtimit të pandispanjes. Ikim bashkë të gjejmë qumshtin. Alma, ku jemi këtu? Jemi tek sektori i qumshtit. Dhe unë do mësoj trileçën sot. Po, ati të gjithë llojet e qumshave që ne duam për të bërë trileçën tonë. Dhe do fillojmë me qumshin e zakonshëm. Do të marrim këtë qumshin këtu. Ja. Është me 0.1% yndyr. Alma, unë do t'i mbaj me shumë kënaqësi. Çfarë do marrim? Qumësht të kondensuar. Okej, ky ajo miri shumë. Po, ja ku është. Okej, perfekt. Do të marrim pana, ëmbëlsirash, ja ku e kemi. Pana ëmbëlsirash. Bukur. Hajde Alma, ndaj. Do t'i mbaj të gjitha një nga një. Do marrim edhe qumësht që përdoret edhe për kafe.
Ja ku I kemi këtu, I morëm të gjithë qumshat. Bukur. Si që shikoni janë 4 produkte vetëm që lidhen me qumshtin. Për të bërë trileçen tonë, sepse trileçet janë 3 lloje qumshesh, po dhe se shtojmë në një gjë tjetër, nuk ka në një gjë, ne jemi mësuar. Ne kemi një 4 leçe. Ikim bashkë se Hajde të gjejmë produktet e tjera, po, patjetër. Bukur, shkojmë. Hajde Alma. Alma kemi vezët këtu, do marrim një kuti me vezë, se kemi përgatimet e tjera. E di Florenca çfarë bën Surijani? Surijani shkon dhe merr paketimet më të mëdha me vezë. Të marrim më të madhe. Se si djalë palestre që është, do patjetër të ketë vezë për omleta dhe për mëngjesin e tij. Kështu që ne ja vëmë shefin atij djali që rrin në anën tënde të zemrës. Patjetër, I morëm dhe vezët. Paketimi Tani do të shkojmë të gjejmë sheqerin. Sheqerin e ke direkt aty. Është këtu sheqeri, po. Nuk duhet të çfarë. Alma, hajde. Do t'i lëm bashkë gjërat. Do t'i lëm bashkë gjërat që e shikoni si sa praktik kemi bërë sot. Borioni nuk besoj se I mbani të gjitha vet, unë I mbaj të gjitha vet. Ja, ku e kemi sheqerin? Ja, ku e kemi dhe sheqerin. Do të gjejmë pastaj pak vanilje, edhe po, vaniljen e kemi këtu, edhe sheqerin pluhur e kemi po këtu. Dhe sheqerin, ja ku e kemi këtu. Mbarua më duket? Ja I kemi të tëra, dhe jemi gati për të shkuar dhe për të bërë recetën tonë fantastike. 3 leçe. Shkojmë të përqafojmë syrin në studio. 4 leçe. Ju duam. Min bëjmë. Florenca, çfarë bëjnë dy peshorët e Pronatyra? Na min bëjnë. Harxojmë para. Po mirë. Po patjetër, po bëjmë namin. Do me thënë, mbushim shportat plot. Bukur. Tani nisim nga puna. Kemi ndar hapi parë. Duhet ju them anvisave, ta lë pak këtu, do qetësohet. Do t'i them anvisave. Se po fal, ta lota të qetësohet. Se kape, nuk e kape ti po. Ishte I përhumbur në mendim. Jo, po bëja të ekuacionin, e bëm dhe pak më herë, tani 6 vezë apo 12 vezë, po flisnim që sa më shumë vezë në përsi të tepsis që do mbushim. Atere. Atere, do t'ja tregojmë më pas. Do t'ja tregojmë më pas. Do t'ju them anvisave vezët, mirë është nëse e keni ndarë mendjen që në të nesërmen e ditës, çfarë do ditë jo ditë prake, të nesërmen, do vendosni të bëni një 3 leçe, vezët nxirrin e qysh në darkë, lërin e jashtë, nxirrin nga frigoriferi, duhet të jenë me temperaturë ambienti, sepse ndikojnë në bërjen e pandispanjës. Ndajini të bardhat me të verdhat veç, siç I kam darur, dhe tani marrim këtë gjurë që thua mirë. Po. Edhe do t'i rajmë, do t'i bëjmë mareng. Do t'i bëjmë mareng, sa më e fortë jetë marenga, aq më mirë del pandispanja. Çfarë është kjo? Mareng. Çfarë është marenga? Mareng është e bardha vezës kur e rajmë. Ajo shkuma e bardhë. Në gjuhën e pasticierëve quhet mareng. Interesante. Se nuk e dini ju? Jo, nuk e dini. Faleminderit Florenca. Ne që edhe mbajmë veten si njerëz që dinë shumë fjalë. Po mirë, këto janë përdorimet shumë të hershme. Kur kërkonim një tort në pastiqeri, thonim e duam shkumën me mareng. Do me thënë, me të bardha vezësh të rrahura. Mirë, bëjmë kështu. Japi mundësi vetëm rraftes të flas, ne mos flasim. Se? Sepse bëhet zhurmë. Ne s'jemi këtu për të rëmbur publikun, jemi këtu për të aftuar. Jo, në asnjë mënyrë. I kemi të kryet situacion. Si të tonë. Bëjmë të kryet. Ndale pak Florenca. Shkojmë të kryet bashkë. Të shojmë se shtuhet për peshore, nga thoren, edhe gjithë që jenë të zotjakut. Okej. Bashkë me rasen që vetëm nuk u qetësua. Po. Vetë ka punuar. Rahëm të bardhat e vezëve, I hodha sheqerin pluhur, që ta keni në përqëndrimin tuaj, kur bëni 3 leçe, dhe tani hodhëm dhe vaniljen, 2 pako vanilje, dhe tani Alma, një nga një do të më hedhi mua të verdhat e vezëve, mos qeshti. Nuk e gjithë se s'kishte asnjë gjë për qeshur. Qesh me të verdhat e vezës? Hajde. Të verdhat e vezës janë esenca e jetës. Do t'i hidhni një nga një, po, një nga një, është shumë e rëndësishme, ha? Një nga një.
Alma, mund ta hedhësh. Kur të them Alma. Alma. Mendje në mësim, Alma. Ti aty të bankë fundit. Alma. Që ishte shumë e ëmbël. Ua, njësoj si ngjyra e veshje. Prandaj qesa pra me Florenca, prandaj qesa. Nga një veshje si banane Bahama, si tashmë kaluam me një vezë italiane e pronatyrës. Po. Avash, mund të quani një Se limon. vezët shqiptare nuk janë njësoj? Jo, duke qenë se kemi bërë të pronatyra. Me qenë se. Ju referova insekt. Të na habitët. Jo. Pa ngjyre kanë vezë shqiptare, mos i bëjmë blune. Kthej tani atë. Po, kthej. Se është gati një verdh aty. Se i nga ky tasi, nuk e kisha parë kur me kaq vëmendje. Po. Të t'jap një sugjeri. Tani. Që në fakt kur e kam pjesë praktikës në përditshmërinë time, ena që mban vezë, duhet shplar me ujë me një herë sepse zakonisht veza mban aromë. Dhe jep ambientit një aromë të pakëndshme. Kështu që Alma po munde mbushe me ujë. Ja se një djalë që jeton vetëm Syrian. Pra jam kuptuar këta gjëra. Jo më kot, në këtë recet hedhim 2 pako vanilje për të shuar aromën e vezës. Se është shumë e vërtet Florenca, gjithmonë tek ëmbëlsirat, aroma e vezës është ajo që edhe në mendimin tim nuk është gjithmonë e këndshme. Jo, nuk është e këndshme, sepse nuk e shijon ëmbëlsirën se ndjen atë aromën e vezëve dhe s'të pëlqen. E keni vënë re sa herë ham vezë pim ujë gjatë vaktit teksa ushqemi ham. Gotës ujit mos e vjen era mos e thuaj Surian, pse do ta ndaj këtë detaj. Prandaj mos e thua ose pjesën praktikës është dynjaja pinte vezën shetë ashtu. Është njësoj si kur presim qepën ose hudhrën dhe nuk e shplajmë thikën dhe presim një gjë tjetër. Është një tmerr. Nënat shqiptare presin qepën dhe më pas të presin shalqinin dhe pieprin me të, mos e bëni më. Kush e ka bërë këtë? E bëj nënat për që Jo, mos përgjithëso të gjithë nënat shqiptare. Disa nga nënat Gratë shqiptare. pa kujdesura, mund të thuash, Alma, gratë pa kujdesura. Se këto e kanë bërë, Jo. Asnjëherë që keni bërë shumë gabim. A ka një lukë për mua ta hapa nga që më shikon desuar, kam 2 javë që duat hajtë. O, zoti madh, o A ka një zot. lukë për mua ka, vetëm pak fare. Ja ku e ke atje. Atëherë, Tani çfarë do bësh Florenca? atëherë dua t'ju them amdhisave, te kjo pjesa është shumë e rëndësishme. Na thuaj. Kemi përgatitur marengën e të bardhave të vezëve, hodhëm sheqerin plur, hodhëm 2 pakot e vaniljes, hodhëm të verdhave e vezës një nga një, do me thënë në këtë pjesë, kjo është e rëndësishme, 2 pakot e vaniljes dhe të bardhat e vezëve, të verdhat e vezëve një nga një. Tani do të shtojmë mielin, kemi 140 gram miell. Kjo recet nuk kërkon shumë miell, që të bëhet e fort masa, kërkon që të ketë porozitet, që në përmjet vrimave që do të shtojmë pasi të piqet, ne duam që qumshi që do përgatisim të depërtoj brënda në masën e pandispanjes. Tani, mielin e rëndësishme tjetër është do të hedhim një nga një dhe nuk do të përzije me rafse. Ta keni parasysh këtë. Do të përzijim me luk dhe do hidhni një luk dhe gjithmonë, sepse për të bërë pandispanjë, them drejtën, unë jam fantastike. Dhe gjërat e brumit, se ka thënë Florenca, pika saj më e fortë. Do të përzijim gjithmonë nga poshtë edhe nga lartë. Alma, mund të marrësh pak lartë. Të marrë dhe një luk për të ashtuar. Poshtë, lartë, poshtë, lartë. Bravo, Çupo, lartë, poshtë, poshtë. Nuk të shkon fare. Nuk të shkon fare, Syrian. Kaq? Shtojnë apo dhe më shumë? Ja, bol. Ti më Mua thuaj, më shkon, 2 luk, numero lugët, një 7 mua më luk do shumë më shkon zoti Kopja që ka patur emrin. 2 luk deri tani Florenca? Që qeshte çuditshëm. Jo, tani në këtë fazë që je, Syrian, ty të shkon lulkuqet mbi mua. Kështu që Ishte shumë e bukur ta pranoj. Ishte e shumë këndshëm. Tani, Florenca kemi shtuar 2 luk, do shtojmë total? 7. E treta. Kështu që numëroj se mund të shfokusojnë di filmi shqiptar. Po, kam këtë qellin blu këtu. Që është gati për shi. Që është vrenjtur shumë. Po. Po la mano. 3, hajde Alma, ive. 4 leqë. 4 leqë. Shpikja e bërë nga Florenca Reçi, por që më besoni vetëm e shishme do jetë. Po, pa tjetër. Jemi në 3 lugët e fundit, numërimi mbrapsht ka nisur. 3. 5.
Vetëm ose hidh kështu si tull, për hap. Po pra, shpërndaja, më shpërndaje në em. Ç'është kjo bombë? Bombë aty. Mos të mërosur, vetëm mos të mërosur. Numroj unë. Me qënë se nisëm numrimin mbrapsht, tham 3, tani mi tek 2. 2 dhe 1. Po. 2. Shpërndaja, Alma. Shikon pra. Edhe ja dolëm. Po sot jam këputur në ndim kur e mendon. Kam këputur të vezës edhe mielli. Jo, po mirë, jo, shumë e rëndësishme. Thua? Po, shumë e rëndësishme. Florenca. Urdhro. Një pyetje. Urdhro, Syrian, më thuaj. Pa zgjatur shumë, sepse do kemi një ekspert i cili ekspert ekonomi, i cili do të bashkohet në studio për pak minuta, po. A mendon ti që jetesa në Tiranë ka kosto të larta? Po, patjetër. Shiko, do t'ju them një gjë. Tek sa gatuem, e themi. Po, aty pranë meje ka disa shtëpi që janë me qëra, tek rrugica jonë aty, kanë ardhur nga rrethet të ndryshme të Shqipërisë, dhe takova një herë një vajzë që kishte marrë shtëpinë aty me qëra, edhe i thashun si po duket. Sigurisht kam dhënë dhe unë një shtëpi aty me qëra, edhe i pyes ato vajzat. Jo, ke për shumë mirë sepse ti je nga 2 anët. Po, e shikoj nga të 2 anët dhe gjithmonë them drejtën, ato janë 3 vajza shumë të mira që kanë marrë shtëpinë me qëra, edhe kisha pyetur një herë një komshie tjetër, i thash si ja dilni. Sepse këto të treja që janë motra, vërtet, janë 3 motra, punojnë të treja, kanë 3 të ardhur. Po, edhe kanë 3 të ardhura dhe sigurisht që mund t'ja dalin. Ndërsa ajo që ishte vetëm, unë është e pamundur të mos bëj 2 punë, tha, edhe është e pamundur, tha, që të mos më ndihmoj familja. Më ndihmon dhe familja, bëj dhe 2 punë, dhe më duket vetja sikur kam shkuar në emigrim. Në Tiranë? Në Tiranë. Nga cili qytet nëse mund ta di? Nga Korça. Nga Korça? Jo brenda nga Korça, po nga fshatrat e Korçës. E ndihmonte familja, bënte 2 punë, dhe prap edhe pse ndante qëran, po, është shumë e vështirë. Më duket vetja sikur jam emigrant e jashtë. Është shumë e vërtet. Kostot janë të larta, influencat vinë nga çdo drejtim, inflacioni bën të vetën, çmimi i naftës etj, që vinë nga shkaqe të ndryshme globale, dhe jemi në këto çmime dhe në këto kushte. Ku jemi me recetën se do të mund të analizojmë situatën pak më vonë, me një ekspert ekonomie i cili do na bëjë një pasqyrim të kostove të jetesës në krye e qytet. Shqipëria, një vend i cili mund të themi në paktën në 3 dekadët e fundit ka marrë një zhvillim tjetër ekonomik për shkak edhe tranzicioni që ky vend pësoi, por është kthyer në një vend që ndoshta për vendalit, për rezidentët, për shqiptarët, sidomos kryeqyteti, është kthyer në një kosto shumë të lartë jetese. Mirë. Tani jemi tek faza që po e kthej kështu që ta shikoj edhe publiku pak. Apo bazën e Trileqes. Ta pastroj Mirenën, dërgoj pak kalmat lutem. Të marrë këtë lukën. Sot Florenca më kalon pushim mua dhe faleminderit shumë Florenca, se s'kam ta kasë. Je lodhur. Si jam në gjendje. Tani një djalë të paritur kemi ne këtu. Tani Florenca, duke qenë se ne do duhet largohemi për të folur pikërisht për atë çka Syriani nisi të thot pak më parë. Ne do pjekim, ti do pjekësh në Spanjë, pse ne të ndjekim vetëm me sy, edhe hapat e tjerë nëse mund t'i themi pak shpejt. Do t'i them shpejt e shpejt. Ty në qetësinë tënde, pa ne të dy. Tani në një temperaturë prej 180 gradësh, pa në Spanja, do doj shumë pak kohë për të bërë, 15 minuta, besoj se ajo është gati, largojni nga zjarri pa në Spanjën, merrni një shkop dhe shpojni atë duke i krijuar disa vrima deri në fund të tavës, dhe pastaj do të përgatisni qumshin, të cilin do të arritni përsëri me mikser, do bashkoni qumshin e kondensuar, qumshin e skremuar, të pasterizuar, që është ai qumshi, që keni parasysh qumshin që idhet te kafja. Ai qumshi që idhet te kafja. Në tetrapak, që blehet në kuti. Po, që blehet në kuti, kemi dhe qumshin e zakonshëm. Unë do t'i hedh edhe pak pana, do t'i shtoj dhe pak pana. Pana në ambëlsirave. Kemi tekstuar dhe në insertin e pazarit bërë. Mirë, Florenca, të ikim ne, të të më qëtësin të ndër? Këtë masën do t'a përplasni pak, që ajo të bjerë mirë, po, do t'a përplasni, po. Si? Hajde t'a përplasni. Përplasni pak. Ja.
Okej. Kaq është e përplasur. Shiko si dolën këto vrimat nga lart, komplet ajri që është brenda, duke përplasur del lart edhe ndihmon që Pandispanja të bëhet e një trajt. Sa të rrosh, do mësosh. Je e qartë si qielli që kishta veshur sot. Mirë, Florenca, do kemi mundësi të rikthehemi tek ti për t'i vënë një emër recetës për ta prezantuar me publikun. Tani është momenti të bëjmë një shkëputje të shkurtër publicitare për të folur për atë që u ngacmua pak më herët, kostot e jetesës në kryeqytet. Qëndroni me ne. Dhe pas të folë për gjërat e bukura të jetës, jemi tek gjërat akoma më të bukura siç është ushqimi. Ushqimi, tani shpejt i edhim qumshin. Ja, hodhëm qumshin e zakonshëm me pana që i kisha bërë, kemi qumshin që përdorim për kafe, i pasteurizuar, dhe kemi dhe qumshin e kondensuar, që është aq i mirë. Sa kemi ngrënë si ky. Jashmase. Nga ky dhe përshesh me qumë është e sheqer, kemi ngrënë pafund në rritjen tonë. Tani. Ja, Pandispanja sa mirë i ka dalë. Pandispanja është bërë shumë e mirë. Ja ta largojmë dhe këtë lugën tjetër. Edhe ta përzijim mirë qumshin dhe me një garushte do të hedhim tani tek Pandispanja, të cilën e kam shpuar me një shkop ja e ka Alma në dorë. Teksa Florenca po sigurohet të përfundoj fazën e fundit të përgatitjes së trileçes tonë, rikujtojmë një recetën, si ishte një recetë e gjatë për bërësit të cilët ne i blem një nga një tek Pro Natura, e cila ndodhet tek Deli Orgji. Për gjithë ju që doni të gjeni Pro Naturën më të afërt me shtëpinë tuaj dhe banonin atë zonë. Ja të tregojmë gradualisht edhe çfarë na u desh. Ja, shiko sa i mirë që është bërë. Qumshtin. Për trileçen, Florenca përdori 6 vezë, 120 gram sheqer pluhur, 140 gram miell, 2 pako sheqer vanilje, 6 gram fryrës dhe për shurupin 500 gram qumësht, 350 gram qumësht i kondensuar, 300 gram qumësht i skremuar dhe për kremin 200 gram pana, 50 gram sheqer pluhur, për karamelin 50 gram sheqer, 100 ml pana dhe 10 gram gjalp. Tani, po përfundojmë recetë. Që trileçe është një bomb kalorazhi, kjo është pak të sigurt. Po shiko, një copë, more syrian, një copë, mordial, një copa. Tritol. Unë mendoj që çdo gjë me mas nuk të bën dëm. Po. Po të duhet, e çfarë tha profesori, të duhet, ke nevojë. Nuk e di, do të pyesë profesorin nëse rekomandohet ngrënia e ëmbëlsirave, po gjithsesi trileçe do haso dhe tham pak më herët. Do tha profesori që ke nevojë për trileçe se besoj. Po si ka të nga nevojë për një gjë tjetër. Florenca, se keni ngatru llojin e trileçes. Mos keni qenë një këngë të Fjolla Morinos. Është moment. Jo, ne dim të bëjmë vetëm këtë trileçe. Fjolla di të bëj trileçen e saj. Ja, kjo ngop. E pam që ngop me qumësht, edhe nuk do t'i hedhim. Florenca, jemi në limite. Po jam në limite, do shtrojmë panën. Në limite. Panën e kisha futur pak në frigorifer që të bëhet më kompakte. Do ta vendosim tani në sipërfaqe, ja kështu. Dhe pastaj sipër panës, se s'të lën këto, se janë të llogaritura minutat, do hedhim kremin e karamelit që e kemi aty. Dhe pastaj qumshin e mbetur? Atë qumshin e mbetur. Kremin e karamelit? Jo, fike, po, fike. Dhe pastaj do të hedhim, do të bëjmë një dekor të vogël, e kam hedhur pak pana, ja kush karameli. Fantastik. Lorenza, kemi 1 minutë e 40 sekonda kohë. E po tani që të bëj unë? Po që të bëj Florenca? Që të bëj unë? Ajde shtrojmë bashkë. Me vrap. E shikon Florenca, të kemi bërë të nxitosh. Mirë, se publiku edhe e kupton. Po e kupton, po, pa tjetër. Po dhe zonja që bëjnë kur vinë mish në shtëpi, vrap. Pa tjetër. Pa. 1 minutë, Florenca. Na duhet ajo shpatula e tortave që është e drejta, nuk e ketë. Se kemi. Do ta gjejmë. Do ta blejmë. Te Pro Natura. Po. Ja, kështu, tani hedhim kremin e karamelit, edhe këtu kam... Ishte i nxehtë, u përcëllova. Harrova, jo, s'më bëre ti e bëre vetë. Shiko, dhe dje u dogja. U dogja. Çfarë të bëjmë tani? Po pse mi Florenca do të ndodhin këto? Po ja se nxitoj. Florenca. Florenca. Historia përsëritet vetë. Po si qesh ky djalë në zot. Më fal. Florenca, do të ndihmojmë dhe të aftohemi? Jam.
Jo, më jam. Po jemi kocke fort në qa jemi ne, kështu. I ka duar Të mbaruar Çelik. Lag një letër, të lutem lag një letër për Florenca. E ka bërë dorën. Lere mos e pyet. Edhe di u dogja dhe në shtëpi. Ja, shiko? U dogja dhe në shtëpi. Maj më sysh që të bëj unë plasa duke vendosur hudhra. Në fajt, tani se unë tash shpejt, po dhe mua më thonë. U këput edhe ti se ke lagur parë. Edhe e kishe lagur me ujtë të grafë. Po, me ujtë të ftohtë, moj Alma. Po, Alma, me ujtë të ftohtë. Me të direktiva. Bëmi gati që të kuptojmë se çfarë ka ndodhur në rajonin... Kjo është ngjarje që se zbardhë asnjë inteligjencë. Mbaje. Ala ka mirë. Po, mirë. Emrin Florenca dhe përfundojmë? Shpejt Florenca. Emrin do t'ja vendos sot Dikula. Dikula është një vajzë që jeton në Greqi, që e kam pas njojtur më përpara, që pse që didesh. Dhe është e vetmja që në çdo postim që unë bëj, më shkruan fjalët më të bukura që më knaqen. Dhe unë këtë mundësi kam. Ja, po i zë emrin sot dhe po ja vë ëmbëlsirës emrin Dikula. Bukur. Tani rrinë që Dikula, sikur të rrinë mirë me njëra tjetrën. Jo, nuk thash Drakula, thash Dikula. Tani ikim bashkë shko atë informohemi teksa Florencës i ftohim dorën. Ka punë akoma se s'kam mbaruar, por do të vijmë ne të tre. Mendojeni vetë. Doktor, faleminderit shumë. Faleminderit.